Po të deklaroj këtu se këto ditë nxorën në pah një kurth të madh që Edi Rama kishte organizuar për investitorët strategjik, të quajtur për investitorët, dhe konkretisht e them me bindje të plot për vajzën e dhënën e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Më lejoni dashur qytetar ta zbërthej pak këtë moment. Së pari, çfarë del këto ditë? Del se aty ka probleme madhore pronësie. Fermeri dje në Zvërnec ja plasin ftyrë. I tha, pyete pak Ardit Bidon se kujt është toka. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot se në dokumentat arkivore ai zotëri kishte gjetur tokën e vëvallarëve të tij që po e rremben Edi Rama. Dhe pastaj i kthehej i thoshte, mos me fol për gjykatën se me prishe me Europën. Po kur shave gjykatën me regjistër dhe prokurin për Lubi Ballukun, për lindat e tu, për Ergjys Agasin, nuk u prishe me Europën, kurse për pronën e atjetër që po ja grabit, u prishke me Europën. Demagog i pa cip. Çfarë zbuloi dje takimi në Zvërnec? Të dashur miq, zbuloi se Zvërneci po hetohej prej një viti. Nga kush po hetohej? Nga ai organ i cili ka 2 vepra penale në hetim: korrupsion e lartë dhe krimin organizuar. Pra, në një dosje ku prokuria shqiptare kishte nisur hetimet për krim të organizuar ose korrupsion në nivelet më të larta, ky zotëria e tij ipte lejen e zhvillimit për kompaninë, duke shpresuar se autoriteti i zotit Kushner dhe vajzës do të mjaftonin për të mbyllur çdo dosje. A nuk është ky një kurth i shëmtuar, i një të paburri, që bën çdo lloj akti për të përlyer cilin do për përfitime të veta? Si mundet ti t'japish leje zhvillimi në një zonë e cila e din mirë se po hetoj nga prokuria speciale për krim të organizuar, për vepra penale të krimit të organizuar dhe të korrupsionit? Çfarë doje të bëhet ti me këtë? Pra, a nuk është ky një kurth i yti për qëllimet tua? Çfarë del tjetër tani? Sepse e kam thënë që në fillim, në këtë aferë, ajo që të bën që në fillim një përshtypje tepër dërmuese është mungesa totale e transparencës. Zero transparencë. Çfarë pam ne? Ne pam telat me gjëmba, pam një njeri që zvarritej, pam protestuesit dhe qeveria që fajsonte kompaninë se nuk e zgjidh problemet me pronarët. Pa çka se i kishte dhënë titullin e investitorit strategjik, pa çka se i kishte dhënë lejen e zhvillimit. Pyesni pak, çfarë qeveri është kjo? Por të vim tani tek çfarë kanë nxjerrë të dhënat tjera tepër